Sot në sallën e mbledhjeve të Asamblesë së Komunës së Prizrenit u shpjegua lancimi i platformës digjitale në sistemin e arsimit në praninë e shumë mësimdhënësve, drejtor shkollash dhe staf tjetër, e ku në këtë takim morën pjesë edhe kryetari i Komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, si dhe drejtoresha e arsimit Lulieta Veselaj Gutaj, ku kompania Flutura Akademi paraqiti qëllimin që të gjithë prindërit, nxënësit, mësimdhënësit dhe të tjerë mund të jenë në këtë faqe. Moderatorja tha se gjithmonë kemi gjetur përkrajen nga komuna. Një sistem i avancuar digital i ndërtuar për të përmirësuar mënyrën se si mësojmë dhe si do të menaxhojmë procesin arsimor në tërësi. Ai paraqet një vizion të materializuar si një përgjigje konkrete ndaj sfidave reale të arsimit që ne i hasim sot. Është i zhvilluar për institucionet arsimore në sektorin publik dhe privat, por gjithmonë me synim që të ketë shtrihje jo vetëm në Prizren, jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë hapësirën bashkëshqiptare. Në thelb, LMS Flutura është ndërtuar me një ide të thjeshtë, por me peshë të madhe. Të krijohet një sistem që i përshtatet realitetit ton arsimor, nevojave tona, por edhe aspektit kulturor dhe gjuhësor. Ai kombinon metoda tradicionale të mësimit, si gjithmonë që i kemi prezente, duke kombinuar me mësimin digital, si dhe mësimin në klasë, ashtu edhe online dhe të kombinuar. Kryetari i Komunës Shaqir Totaj tha se çdo investim në arsim është investim në të ardhmen dhe këto veprime inovative që kanë qëllim mësimdhënie dhe do t'ua mundësojnë punën dhe mësimdhënësit të kenë një obligim që kjo platformë të jetë kontribuese dhe pas suksesit të përbashkët të përfitojnë nxënësit. Është një veprim i duhur, i cili do të ketë jo për pasojë, por për rezultat një kvalitet më të lartë të arsimit, do t'ju lehtësojnë punën edhe mësimdhënësve, edhe prindërve. Edhe në këtë kontekst, drejtorët e shkollave që janë pjesë e këtij pilot projektit, po edhe mësimdhënësit e kanë një obligim të bëjnë suksesshëm këtë projekt, edhe ai sukses pastaj do të jetë si faktor motivues për gjitha shkollat tjera, sepse na besojmë se ky është drejtimi i duhur në cilin duhet me lëviz. Edhe pas suksesit të konfirmuar në këto shkolla që janë pilot projekte, me gjasa shumë reale do të vazhdojmë edhe më të tjera në për shkollat tjera. Është një pyetje kam për këta që kanë kriju këtë programin. Pse e keni gjetur emrin Flutura bashkë? Drejtoresha Lulieta Veselaj Gutaj sot është kënaqësi që po fillojmë këtë hap që kemi filluar tashmë 2 vite që të ngrisim arsimin dhe në kuadër të reformave në arsim para universitar kemi bërë një analizë bashkarisht dhe tashmë kjo platformë është shumë e rëndësishme. Digitalizimi i arsimit lidhur me ngritjen e arsimit dhe vazhdoi. Aplikacioni cilin një kohë gjatë kemi punu me gjithë prej jush, ka shumë drejtar, ka mësimdhënës të fushës së IT-s, grupet e prindve, po ka pas edhe fokus grupe të biznesëve që janë fokusuar në arsimin profesional dhe arsimin dual, dhe secili nga ju ka dhënë kontributin e vet të veçantë, jam shumë falënderuese, po njëkohësisht edhe për bashkëpunëtorët tanë, të cilët e kanë ndërtuar këtë aplikacion ku përtej thirrjes publike që kemi pas, ne kemi qenë më shtatë njerë ma kërkues të kjo pjesë dhe gjithmonë na kanë mirë kuptu në secilin rol që e kemi zhvillu, kemi punu në mënyrë graduale, po të sigurt që në momentin ku lansohet dhe ku filloj me implementimin e këtij aplikacioni të jemi të gatshëm dhe të arrim aty ku edhe kemi objektiv. Ina Shabani nga kompania platformës Flutura njoftoi si është krijuar Flutura. Në fillim kemi bërë edhe shumë në këtë formim të kësaj platforme, por me këtë Prizreni ka vendosur një standard të ri në arsim dhe pastaj vazhdoi. Vetëm bashkëpunim me drejtorinë komunale të arsimit i kemi shtuar edhe mbi 280 role, detyra, punë të cilat janë zhvilluar në brenda platformës dhe kemi konsideruar që tash kjo platformë është e gatshme për përdorim. Andaj sot është veç lancimi, ditë të tjera kemi me pas trajnimin e mësimdhënësve dhe platforma do të jetë e gatshme për përdorim. Pas kësaj u shfaq edhe një film i realizuar nga kjo platformë. Ndërto me prodhime vendore.